Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të pozicionuar pak tek çifti Selimbo, Selina dhe Gimbo. Ka patur shumë, thashë theme, ka patur shumë lajme, ka patur shumë pikpyetje rreth këtij çifti, rreth kësaj marrëdhënie. Pyetja që lind në fakt është kjo, a është gjithçka në rregull, a shkojnë gjërat siç duhet, a është dashuria e tyre në rregull? Dhe realisht nga ajo që ne kemi arritur që të sigurojmë, kemi marrë një përgjigje shumë të bukur, po, gjërat janë në rregull. Të mos të jesh sot aktiv në Instagram, të përzjedhësh të mos të nxjerrësh fotografi, video, story nga përditshmëria jote, nga dashuria jote, nga jeta jote në pikën e famës ku është Selina dhe Gimbo, me patjetër që publiku do filloj të krijojë skenare, drama të ndryshme, teatr, spektakël ku do të nxjerrë në pa momente interesante të tuat dhe do shpif që ti dhe ai nuk jeni bashkë. Dhe në këtë rast ekzistojnë lajme të ndryshme, më kanë ardhur dhe mua në TikTok, në Instagram, mesazhe që Selina dhe Gimbo nuk janë bashkë, ato janë ndarë, e kemi si mesazh të sigurt, e kemi si mesazh të vërtet, marrëdhënia e tyre ka përfunduar. Por siç duket Selina dhe Gimbo ndryshe nga se çdo të vepronin, ato kanë përzgjedhur që të shijojnë momentet e tyre bashkë. Kur të gjithë të tjerët u lërasin dhe bërtasin që Gimbo dhe Selin janë ndarë, pikërisht Gimbo dhe Selin shfaqen në një diskotek, duke u argëtuar dhe duke u kënaqur. Domethënë ashtu siç në fakt Selina tha nëpër të gjithë intervistat e saj dhe ashtu siç Gimbo tha, gjërat po u shkojnë shumë mirë dhe gjërat i kanë vënë në një vijë aq të bukur, saqë edhe ato vetë nuk e besojnë se aq mirë, aq paq, aq dashuri do t'i jepnin njëri tjetrit dhe do t'i falnin njëri tjetrit. Domethënë gjërat shkojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, domethënë gjërat po jetohen, po shijohen. Marrëdhënia e tyre është spektakolare. Deri më tani janë shumë cute me njëri tjetrin, kanë një kimi tepër të përbashkët, janë që të dy shumë cute, siç i thonë, domethënë cute, dhe mua më pëlqen kjo marrëdhënie sepse mendoj që Gimbo dhe Selin vërtet kanë gjetur veten e tyre, vërtet i kanë dhënë një emocion njëri tjetrit dhe janë një dorështys e suksesit jashtëzakonshëm që do të ketë njëri dhe tjetri. Domethënë e shikoj që janë mbështetës të rrugtimit të tyre. Çifti kanë filluar që të bëjnë shumë plane bashkë, nga informacionet që kam unë, tashmë do të fillojnë edhe me udhëtimet verore që do të shohim momente të bukura nga ky çift, do të argëtohemi me momentin e tyre dhe do të na shfaqin, do të na japin emocionet e para nga këto udhëtime që ne në fakt do t'i shijojmë. Domethënë të gjitha lajmet që kanë të bëjnë me Selin dhe Gimbo që nuk janë bashkë, janë krejtësisht lajme të reme.